Dhe ne aty ku qëndronim i pashim nështë 2 kilometra ma poshtë, është fshati Koshtovë që digjen shtëpit, u plaçkitëshin dhe pastaj u dëgjëshin. Po dikun ka nëmë prilli, besoj që ishte ditët e fundit që e pam këtë grupë, sepse unis për të shpëtuar dhe për të siguruar një vend, ose për të kaluar në Malzi, kisha përshtypjen që grupi ishte i lodhun aq shumë dhe kishin vështërsia më e madhe ka qenë për të siguruar bukën e gojës dhe për të pasur pra mundësi qoftë higjienike, qoftë mundësi se edhe në fytyrë dhe në pamje u shifshin njerëz që kanë qenë shumë të rëndë. Fatkeqësisht, pas pak kohë ne e kuptuam që grupi kishte rënë prit, dikon në një fshat sërb, në atë ku flet ke që fshatarët lokal ishin ata që i kanë zonë në prit, ndërsa 2-3 vetë në atë ku kishin shpëtuar dhe nuk e kom ditë kush saktësisht ka shpëtuar, pra njëri nga ta ishte edhe ish-kryetari i Mitrovicës. Prandaj këtu janë më shumë rrëfime dhe kujtime që të vinë pjesë nga ato vende. Kur kthehesh në atë kohë? Po kur kthehesh në atë kohë. Sa vjeçar ke qenë Zani? Po, thanë drejtën, kur ka fillu lufta, kam qenë 13 vjeçar, kur ka përfundu, kam qenë 14 vjeçar. E thamë, kur ka fillu lufta, për shkak që kum pas tash fatin, fatkeqësime për jetu prej ditëve të para të luftës, pra prej kur ka ndodhur masakra e parë në Likoshan, kanë qenë shumë pranë fshatrat në një farë mënyrë dhe gjitha ato aksionet e UÇK-s, angazhimin e UÇK-s, është shtëpia ku jam unë, pra tash po kthej në Andrenic, ka qenë pjesa kryesore strategjike edhe UÇK-s, po dhe forcat serbe. Dhe përjetimin e parë kum pas pikërisht pra në atë periudhë, kur për herë të parë dhe kum pa Adem Jasharin, kum pa Hamza Jasharin, cilët kanë marrë pjesë në aksione, pastaj ndeshëm pikërisht me forcat serbe pranë shtëpive tona, ku ushtarët e UÇK-s ishin në shtëpitë tona, ndërsa njësitë speciale që ishin nisë me shku me në zonë Sabit Gecin, që ishte i plagosur, jo shumë larg prej aty, kishin ndërhyrë UÇK-ja. Dhe pastaj ka fillu 5 marsi dhe shumë të tjerat. Çka mbajnë mend me u rikthyer në aton, si 13 vjeçar në 98-s, pas djegjes shtëpisë Adem Jasharit, shtëpia e parë që është djeg është kanë pikërisht e jona. Dhe çka është interesant që isha të dëgjuar atë Radio Tiranën, i shumë të strehuar